munohemi sot me fol rreth safit, drejtimit safit, formën qysh me drejtu safin, mundësit të cilat ta lejojnë ose ta lehtësojnë me drejtu safin. Allahu Azza wa Jalla na lehtësoft, bani sabër për shkak se është shumë e rëndësi. Ka thënë Rasulullah alayhi salam, është kthy me fytyrën e tina alayhi salam ka muslimant, edhe ju ka thënë drejtoni safat ashtu qysh drejtohen malaike të Rabbul Alamin. Edhe ju ka thënë muslimanëve, ose keni me drejtu safat e muslimanëve, ose ka me i përqa Allahu Azza wa Jalla zemrat e juve, fytyrat e juve, në atë kuptimin keni me u përqa mes juve. Edhe ka kalun mes muslimanëve të i drejtu musliman në saf. Krejt, mone men mirë, pun e imamit para se me marë tekbirin fillestar është me i drejtu safin. Por me drejtu safin është një rregullore që është ilaç i kësaj pune krejt. Nëse qëta ke kuptu, e ke kuptu komplet safin. Ka thonë Rasulullah alayhi salam, linu, jeni të lehtë në dorën e vllaut tuaj, nëse dikush thirr me drejtu safin, banu i lehtë, mos u baj vrazhd, mos u bë arrogant, banu i lehtë, thot drejtohet safin. Nëse qëta ke kuptu, atëherë s'ki me pas problem kur me safin. Tash po filloj me formën se qysh me drejtu safin, qysh me nis safin, ku me nis safin, shumë e rëndësi. Unë po munona, i ku marrë fëmijën e mi, po munona me sqaru sa ma thjesht. Njëherë Rasulullah alayhi salam u kanë të falë vetën, edhe ka ardhur njëri prej shokëve tina e është lidh në anën e majt të tij alayhi salam. Kështu, është lidh kështu. Rasulullah alayhi salam e ka marrë prej anës së majt, e ka qit në anën e djathtë. Qa kuptum prej kësaj? Kuptum që nëse imami është vetën, atëre personi i parë i cili lidhet me imamin duhet më lidh në anën e djathtë. Tash kur të vjen personi i dytë, ka ndodhë që ka ardhur personi i dytë kur u kanë të falë Muhamedi alayhi salam, u kanë të falë me një, tani ka ardhur edhe i dyti. Edhe është afru këtu, kur janë bë dy vet, Rasulullah alayhi salam i ka shty prapa, edhe ka bë saf pas veti. Për kësaj na kuptum safi nis ku me njëherë mas imamit. Imam është këtu, safi fillon mas imamit. Zbrasira prej imamit deri te safi, kjo zbrasira prej imamit deri te safi duhet me kanë aq sa bjen njeri në sejdë, edhe pak një hapësirë e vogël, jo shumë e madhe. Jo shumë e madhe, një hapësirë e vogël. Do me thonë, aq sa bjen njeri në sejdë, edhe një hapësirë e vogël. Kjo është më e mira. Nëse ka vend për xhamia është fjala, nëse s'ka vend është tjetër mesele. Tash po mundohemi me fol në pika shkurta për rregulla tjera. Një rregull shumë e rëndësishme. Hajde përpara të këtu, te kjo vija. Shifni musliman, kjo është vija, besa për dije, që kjo vija nuk është obligim me kanë, kjo është punë e imamit. Mirë po, i kem, nuk po thamë që është bidat, kjo vija, po në qofë se thamë, e di që nuk gabaj, ama nuk po thamë, nuk është tem kjo. Tem është, vija është, muslimant i drejtojnë ju gishtat, po thamrat e tyne i drejtojnë të vija. Thamë, shko pak më përpara ti? Thamrat i bani drejtë. Po shkak se kur i keni thamra drejt, i keni shpina drejt, edhe i keni gjoksin drejt. Nuk ban më bazu të gishtat. Në qofse bazohesh të gishtat, i bjen, shif, hajde pak porat me i bo gishtat borës, kjo ka më në vogën, shif, kjo tash i ka barazu gishtat, nëse krejt njerëzit janë njëjt, të mëdhaj, atër s'ka problem kjo. Mi pro problemi është në saf, njani ka kamën e vogël, njani ka kamën e madhe. Por ata barazohen thamrat, jo gishtat. E qartë? Thamrat edhe shpinat i kanë krejt njëjt, e gishtat, aq sa ka kamën, i shkojnë gishtat përpara. Kjo po besoj që është e qartë. Përmenëm që safi niset me njëherë mas imamit. Tash po supozojmë ne kemi imamin përpara, edhe na jem safi. Por me kuptu. Nëse ke kuptu këta, kjo ta lehtëson shumë musliman, ma e men qëta. E ke kuptu që pika qëllimi është imami. Do me thanë, nga më tësh, nëse ti
don me ka një qetë që ti s'ki faj për safin, rre mas imamit. Mas imamit. Edhe është mirë që mu afru ata që njohin dinin, ata që në fjalë prej menjes mas imamit, që me mujt me inimu imamit në qofë se ka nevoj. Megjithatë, edhe në safin e parë, edhe në safin e dytë, nëse don ti mos me kanë shkak për me këput safin, rre mas imamit. Qepse? Po shkak se kur je, unë e kam imamin tash këto, unë jam mas imamit. Tash, unë jam mes. Tash, cili prej këtyne do të më afru të one? A do të me shku une të kë, apo të kë, apo këta dy do të më arë të one? Këta dy do të më arë të one, po shkak se unë jam mes. Atër këta dy afrohën të kone. Do me thonë, kur jetin mes, nuk ki nevojë me njek këta, ky do të me njek ty. Safi do të me arë për knina dhe për kninit. Ma e men, mos muna, ti muna minimu sa të mon është vlau tanë. Mi po kër e shet që kjo po ik, atëre nuk ki që i ban. Ty të intereson mesi safit, ti e në mes. Është, ti do të me këshyr, me ka një lidh me ato që është ka mesi, për shamëll. Në qofë se kjo është këto. Atëre, kjo nuk e ka obligim me mjek muë. A ke pa rrinë do qështo rrinë? Ti mundu është me o zgjenu pak me nëzanë së në zenë. Atëre e lenë. Allah na falt ne edhe të këta. Ama punë e jam atë është mu afru kam mesi safit, për shkak se imam është to. Unë e kam obligim mu afru. E kuptove? Jo me një këta knina, me një këta që është kam mesi. Kjo është shumë rëndësi. Në qovë se e kupton këta, e hjeke gjysën e barës. U letësu, për shkak se unë nuk kam me një krejt safin, unë kam me një mesin e imamit, edhe me një mu vlau tam sa të moj. Tash po ta ka një formë të thjesht, qysh me një mu vlau tam. Për shembull, këta e largu pak. Na shqiptarët e kem, unë kam qenë me folë me shqiptarët, na njohëm shqiptarët. Shqiptarët nuk afrohen mirë në saf. Shqiptarët lanë gjithçështu zbrasirat mbaja, ka thonë Muhamedi alayhi salam, mos lani zbrasira me safit, se unë shoh shejtanat të kalu me safit nëse jesin zbrasira. Ty tash si musliman po ta tregoj një mundësi se çysh do të më najti në sala. Në sala namaz do të më najt kështu. Duart e çet çështo. Shef. Këta e çet këto. Fiks qështo. Kjo është forma e parë. To po ta kallzoj për me mujt me të kallzu qysh me inimu vëllau tan. Nuk jam të fola me qit duart këto, a këto. Nuk jam të fol. Kjo nuk është tema e mësat. Mos më kesh kom ta dikur. Unë jam të fol, ka thënë Muhamedi alayhis salam na urdhru na rasullt me qit të djathtën për mbi të majtën. Tash unë po ta kallzoj një formë qysh mund me inimu vëllau tan nëse kë largohet. Për shembull, një pe forma është kjo. Forma tjetër është kjo, i lidh duart kështu. Këto dyja i njohëm, shumica e neve përdorim këta, i lidhëm duart. Tash po ta kallzoj një formë që mundesh minimu kur është ngosht vetit edhe vëllaut tan. Kur është safi ngosht, i çet duart kështu. Edhe kjo është e lejuar. Shif, kur i çet duart kështu, baj vën për këta. Edhe kjo mundet më afru ma nga të meje. Kur është kallabllak. Kur është shlir xhamia, edhe kjo largu, atëre përdor këtë formën tjetër. Edhe zgjenon pak duart me shpresë që mos pe afron këta, mos pe prej këta, pe lidh. Do të pe kështu, e shet që kjo largu, u kanë kallabllak, kjo largu, i zgjenon duart pak sa më mujt me prej këta. Së dy forma, mos harro, kështu ose kështu. Kur është kallabllak, përdor këtë formën, lehtësohet, kur është shumë vend, i mundohesh me zgjenu kaq. Kujdes, ma e men çto. Largonosh pak. Muslimani kur të rënë saleh, do të paraqesëm me fotografi me lejen Allahut azza wa jall, rën këtë formë. Edhe i zgjeron kamt normal, këtë normal. Saqë që kjo vi me këta do të më kanë këtë drejt. Çështo. Edhe kjo tjetra do të më kanë këtë drejt. Kjo është forma normale e qëndrimit në saleh. Tash edhe nëse vjen këtë tjetri, edhe ky zgjenohet drejt njëjt, të na prekon edhe krat, edhe kamt. Kjo është forma ma ideale që mundesh më bë. Këta nuk e ka thënë Muhamedi alayhis salam. Muhamedi alayhis salam nuk ka thënë me prek kamt. Muhamedi alayhis salam ka thënë mbushni zbrasirat. Muslimanët, shokët e Rasulit alayhis salam kanë kuptuar prej Muhamedit alayhis salam që po do të më afru, edhe ju në afru sa që ka thënë ai që transmeton hadithin, ka prek krahë jon,
me krahun e tjetrit, edhe kamët tona me kamët e tjetrit. Kujdes. Tham, tash po ja u bini shembull. O bana Allah. Shif, kjo është kama jam. Tash kjo kama e këtina është e vogël. Nëse unë e drejtoj e preki thamër me thamër, edhe kamën me kamë, shif ka këshyr kama jam. Këshyr këta nena. Do me thonë, në qofë se kjo fëmi musumona me bashku, thamër me thamër edhe kamën me kamë, ta se s'monësh, është e pa mundshme. Po në qofë se të dytë jem mbaj, edhe kem kamën për afërsisht të barabart, atëre funksionon, por shkak se mirë është që edhe kama ka drejtim të kibles. E në qofë se kjo është i vogël, sikur në këtë rastin tjetër, shif, këtë rastin kështu, shif ka këshyr kama jam, të shë këta nena, nuk kemi drejtu ma ka kibla. Do me thonë, me një fëmi vogël, në qofë se veç i afron pak, me një afrim të letë, jenë rregull, vëllai, mos është qetëso. Po edhe në qofë se afron, jenë rregull, nuk është që ke prish shumë punë. Mirë është më afru spaku bile kjo pjesa këtu me prek, mes veti, mes muslimanëve, mos me lanë zbrasësirë. Allah na fal. Këto këtu janë në rregull. Tash po mënona me tregu një diçka që shumë e rëndësi. Mos u fal në saf vetën. Për shembull, safi i parë u mbush. Tash unë jo marr dhe i ri në xhami. I ri në atë kuptimin jo marr në xhami tash. Kur jo marr, jo më hin xhami e kum pas safi plot. Ku do të më lidhune, kuptohet mas imamet, shumë rëndësi, as imamet. Mirë po mirë është mos më falë vetën. Sa që në qofë se ki mundësi me hi në saf, edhe nuk e hi, dije që është rrezik për sale. Unë munona, jo marrë tash, munaj në qofë se ka ven, hi në saf. Mundësisht, hi në saf, drejtojnë në saf. E qartë? Mirë po nëse kur qysh s'ka mundësi, atëre falë në përmas edhe Allah në falë, atëre sale është në regull për shkak se ti e ke provu, edhe je këtë në regull. Megjithatë, gjithmonë ranisesh mas imamet, jo ndjath, jo në të majtë, për shkak se na kena pa raste kur gjysa safit niset ndjath, gjysa safit niset në majtë, edhe në mes jetë zbaz, safit do të më nisë në mes. Tash po mënohemi me kallëzu se qysh më falë me karrik, në qofës, për shkak se kjo ta lehtëson me kuptu komplet temën. Tash po folëm se qysh mundet më falë njëri në karrik. Ma në men, por më falë në karrik janë dy raste. Rasti i parë, ky ka më falë tanë kohën ullën. Tanë kohën, ky nuk qohet asnjëherë, tanë kohën ka me najt ullën. Në qofë se ky i smuti tanë kohën rrin ullën, atëherë ullësja drejtohet mbrapa drejt me thamrat e këtina. Në mënyrë që shpinat, kuptohet, kjo është e batë se tash, në mënyrë që shpina me kanë drejt, edhe gjoksi me kanë drejt. Kjo me kusht në qofë se i smuti rrin tanë kohën ullën. Atëherë, në qofë se i smuti rrin tanë kohën ullën, kam të mramat karikës, bashkohen me thamrat e muslimanëve që janë të falë. E qartë, e sheftorën të më ka? Kështu, i drejton të dyja. Në qofë se ky, i smuti rrin tanë kohën ullën. Tash, këta do të me ditë i smuti vetë. A rion e tanë kohën ullën? Nëse rri tanë kohën ullën, atëherë e drejtoj karikën në këtë formë. Mirë po, në qofë se thot i smuti, jo, une kur të lexon hoxha Koranun e qohna, veç në sejdë së nbi, atëherë i thonë, kjo është tjetër punë, atëherë qohësh pak, atëherë e drejton, e qëtë karikën ka. Edhe ti drejtohesh normal, qysh drejtohesh në saf, atëherë drejtohesh këtë normal, qysh drejtohesh në saf, e karikën e lën për mas. Kështu që kur të është hoxha të lexu Kur'an, ti rrin kam kështu drejt. Kur këta binë në ruku, ti bjen në ruku. Binë në ruku bashkë. Kur këta tjerë binë në sejdë, ti ulesh. E qartë? Do me thonë, kështu jem drejt, ama në qofë se rrin tanë kohën karik, atëherë është në rregull, monesh me drejtu karikën ashtu që është falë në fillim. Po besoj që ke qartë edhe puna e karikës. E di që kom zgatë pak o musliman, po është shumë me rëndësi me kuptu se qysh funksionon safi. Ma në men, unë për vete kam bindje që në musliman jina përqa kështu për shkak se e kena përqa safin. Omerin radiallahu anhu, atë ditë kër e kanë ra, i ka drejtu safat.
taman i ka drejtu safat, këtu i drejtu safat ju ka shef vrasi të hyrpja, edhe ka vrarë. Të më thënë, punë e muslimanve është me drejtu safin, je i let në dorën e vllaut tanë, nuk është ta dënë sherrin. Kujdes, ti kur mos u zgjano kamët ma shumë se sa qysh falem, sa a ki pozitën e trupit. Nëse edhe afro ka mesi ka imami, gjithmonë ka imami. Këtu është imami, ky do të më afru. Këtu është imami në mes, këta do të më afru. Jo ti të kë, këta tjerë të kë. Këtë do të më afru ka imami në mes. Dhe më thënë ti, regati afro ka imami, mos u zgjeno shumë, se ka njerë tu munu me zgjenu shumë, me indimu vllautan, tu munu me praktiku në sunne, e të pranë, po edhe mos janë nga tra shumë kamën me kamë, për shkak se i dhemë. Ka shumë raste që ta nrydhen kamën. As këta mos e banë. Këshill, nëse ai do më largu, leje. Ti mundo më afru kamesi. Ai po do më largu, e largon kamën, leje nuk është funi botës kjo musliman. Është një sunne, e rëndësishme është që safi me kanë drejt. Nuk është baza, thashë edhe njerë, nuk ka thonë Muhamedi a.s. prekni kamën me kamë. Sahabët e kanë kuptu. Kështu. Edhe pse, mos harroni, kuptimi të sahabëve edhe veprimi i sahabëve është din për neve. Në anën tjetër, mos thënia e Muhamedit a.s. prekni kamë me kamë është rahmet për neve. Dyja, kuptuar. Puna që s'ka thënë Muhamedi a.s. është rahmet për neve. Puna që kanë vepruar sahabët është din për neve. Na do të më munu sa të muj më afru, sa të muj më drejtu. Aja të safi është me kanë drejt, femrat me kanë drejt. Kjo është aja. Beja është më bashku krat edhe kamp. Nëse muslimanët bashkunojnë, tash për krejt muslimanët, po tham, nëse s'don me bashku kamp, atëherë çat pengon vëlla me prek krahen. Nëse të pengon me prek kamp, atëherë cili shejtan është ka të pengon me prek krahen, me krahat vëllau tan? Cili shejtan? Ka ardhi iblisi vetë ti? Domthon, ku është argumenti yt që ti se prek krahen me mua? Që kaq po lypi? Ku është argumenti yt? Hajde për kamp po të kuptoj. Ka thonë, është thonë, ke në regull, nuk po du me të bëtë të lashe. Ti që se prej krahen me muë, krahen, ku e ki, ti argumentin. Ti argumentin ta në ku e ki që se prej. Allah azugjel në letësoft, e në aboh për muslimanve, në aboh për atyne që e drejtojnë safin gjithmonë. E lusëm Allah në azugjel në aboh për muslimanve që ne i bashkan zemra tona, ne i bashkan ftyra tona. E lusëm Allah në azugjel në aboh për muslimanve të mirë. Mua bane Allah azugjel në pranoft këtë kohën, këtë Ramadan, për hirtë Allah azugjel në aboh për muslimanët mirë, në aboh për atyre që gjithmonë e dojmë hajrin për muslimanët. Krejt e fundit o muslimanën e kumar qikën edhe djalin për një arsye me kazu që safi i muslimanëve edhe i muslimanëve është krejt i njëjtë, kur gja nuk ndryshan, si muslimanët, si muslimanët. Ama forma që shumë falone, kjo është qik, kjo është djal, kjo kanë veç për shambull, për shkak se te kanë fëmijët e mi, edhe për ata është leju më falë kështu, por në ryshi safi grave e din musliman që është mbrapa. Edhe për familjarët të bëjmë në herë në i vitë se qysh bëhet, qysh mënesh më falë me familjarët e tu, në saf me lejen Allahut azza wa jall. Elusum Allahun azza wa jall min al-lesu. Selamun alejkum.